Zotë Shkeli, sot një takim besoj me shumë rëndësi për sportin në Bashkinë e Lëvëdhesit. Po patjetër sot pat me zëvendës presidentin e federatës, zotin Dervishi, që bëm një bashkëpunim shpresoj të mirë për gjithë komunitetin e Bushatit dhe të Vaudesit, ku ra me dakord që këtë fushën këtu ta rikonstruktojmë dhe ta bëjmë me tapet sintetik. Premtuan shumë fusha, por kjo që jemi në këtë momente, fusha e Bushatit ku luan Basanja ka nevojën më emergjente. Kur mendohet të ketë ndërhyrje për investime sepse fillon shumë shpejt kampionati? Besoj shumë shpejt, ne si edhe me zëvendës presidentin projekti është gati, besoj që sa të marrim miratimin e Këshillit Bashkiak dhe vazhdojmë punimet. Duket që Bashkia e Lëvëdhesit është shumë sportdarse. Do të ketë ndoshta edhe investime të tjera në të ardhmen nisur nga ky bashkëpunim që po nis me Federacionin Shqiptar të Futbollit. Atëherë bashkia jonë është një bashki me një buxhet vogël, por nga dashamirësia që kemi për futbollin, patjetër që do të bëjmë maksimumin që të arrisim dhe të zhvillojmë sa më shumë sportin në bashkinë tonë. Do të tjera u fol edhe për një fushë tjetër sportive në Vaunidejes, ku morët përsipër edhe për tokën, morët ju personalisht edhe si kryetar bashkie. Po patjetër, ne kemi tokën në Vaudejs, qyteti është në Vaudejs dhe faktikisht atje nuk ka asnjë fushë, nuk ka asnjë kan sportiv dhe shpresojmë që me kalimin e kohës ta kryejmë dhe fushën në Vaudejs. Nga sa u pa takimi i sotëm me zotin Dervishi nga Federata Shqiptare e Futbollit ishte i dobishëm, duke përfshirë edhe kryetarin e zyrës rajonale të futbollit Shkodër Lazar Matia. Patjetër që po çdo bashkëpunim është shumë i mirë për vendin dhe për Shqipërinë dhe për sportin. Faleminderit, sukses. Faleminderit, sukses. Faleminderit për ju.